nëse mendojmë pse kanë ardhur me sulmu Vranosin, domethënë pikërisht, domethënë kanë përzgjedhur për krejt fshatra këtu, nuk është rastësi. Në luftën e fundit mendohet të jetë objekti i parë i fesë myslimane që u dëmtua dhe u rënua nga pushtuesit serb dhe sipas imamit Dervishaj, kjo ndodhi për shumë arsye. Me 29 maj 1998, domethënë mundi më thënë shtulirisht pas marsit lavdishëm të jasharajve, mandej të Haradinajve, domethënë pak disa muaj më vonë është sulmuar dhe fshati Vranës, që i tham pra është data 29 maj 1998, ka koincidu, ka qenë ditë e xumë, domethënë unë në Erbot kam qenë nxënës medrese, domethënë ka qenë dita e fundit e vitit të parë. Domethënë kemi pas me vazhdu edhe pak kështu me përfundu viti akademik, po na kanë shumë mua ditë për shkak se lufta veç filloi me përshkallëzu. Tash nëse mendojmë pse kanë ardhur me sulmu Vranosin, domethënë pikërisht, domethënë kanë përzgjedhur për krejt fshatra këtu, nuk është rastësi. Vranosi ka një histori të lashtë, që ka vlen të sekët është në 1913, pra në vira 1913, kur Mali Zi ka bërë represion mbi gjithë vrafshin e Dukaxhinit, me i konvertu në mënyrë të dhënshme në ortodoksi, ndërsa njerëzit natyrisht kanë rezistuar gjithandej, po mundemi me thënë se rezistenca e vetme e organizuar që ka rezultuar me sukses, ka qenë rezistenca që ka ardhur pikërisht për Vranosit, për lugut të Baranit. Ajo është histori në vete, domethënë një histori e lavdishme që ka shumë çka për me folë me të. Mandej Vranosi është fshati Adrian Krasniqit. Adrian Krasniqi ka përmendoren varrin dhe përmendoren këtu për bri afër xhamisë. Adriani është vrarë në 97-ën, vjesht në 97-ës, dhe para Adrianit janë vrarë pjesëtar të UÇK-s, domethënë ushtar të luftës lavdishme, heroj të popullit. Mirë, po Adriani është ushtari i parë që është vrarë me uniformë të UÇK-s. Ndoshta këto dhe shumë arsye tjera kanë bërë që Vranosi me sulmu. E njohën si betejë e Vranosit, që thamë pra 29 maj 98-ën, atë ditë janë vrarë 4 njerëz në Vranos. Janë vrarë 3 burra, një gru. Njëri prej të vrarëve ka qenë një hoxh, domethënë Beqir Krasniqi, rahmet past, ka qenë imam në Lbush, domethënë atë kohë, po ka qenë i fshatit. Atë ditë është djeg xhamia. Domethënë lufta ka ardhur deri, betejë ka ardhur deri këtu te xhamia, kur është kallë xhamia, mani këtu është nal. Me gjas djegja, shkatrimi i xhamisë ka qenë objektiv, domethënë postirash ka qenë objektiv, domethënë i krejt asaj, sepse xhamia përveç se është djeg, edhe është granatu dhe është bërë e pamundshme në një farë mënyrë restaurimi i objektit njëjtë.